BS-i dyshuar se ka ushtruar dhunë fizike ndaj 31 vjeçarës me probleme mendore nga Gjilani, është deklaruar të martën i pafajshëm para trupit gjykues të gjykatës themelore në Ferizaj. Përveç në Shkurt, ai dyshohet se viktimën e ka keqtrajtuar fizikisht edhe në janar të vitit të shkuar. Në akt akuzën e siguruar nga koha, thuhet se si rrjedhoje e këtyre veprimeve i akuzuari ka shkaktuar shqetësim psikologjik te viktima. I pandehuri me dashje ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarës Adile Sadriu për shkak të një mosmarrëveshjeje mes vete, në atë mënyrë që derisa ishin në banesën e të pandehurit, i njëjti sulmon fizikisht të dëmtuarën duke e goditur me grushte në krahëror e që nuk ishte marrë trajtim mjekësor. Si rrjedhoje këtyre veprimeve tek e dëmtuara u shkaktuan shqetësim emocional, frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e saj. Seanca gjyqësore për rastin me kërkesë të prokurorës e mbrojtjes së të akuzuarit u mbajt e mbyllur për publikun, pasi sipas aktakuzës i pandehuri ka kryer veprën penale dhunë në familje. Seanca u ndërprej pas gati 30 minutash pasi avokati i viktimës Hamdi Ashari kërkoi që klientja e tij të konsultohet me një psikolog. Seanca e sotme është ndërprej pasi që propozimi jonë ka qenë që të njëjtës të bëhet një ekzaminim apo një vlerësim nga ana një psikologut në mënyrë që të vlerësohet se a është e aftë, a është orientuar në kohë dhe hapësirë, si dhe në vëmendje në mënyrë që deklarata e saj të ketë fuqi në instancat e tjera. Ky rast i sotëm që ishte i caktuar për gjykim i vërteton në gjitha pretendimet dhe thënjet e të dëmtuarës që në mënyrë sistematike ka pasur dhunë fizike dhe format e tjera dhunës prej më tepër se një viti. 31 vjeçarja dyshohet se u dhunua fizikisht dhe u përdor edhe seksualisht nga i akuzuari. Rasti mori vëmendje pasi pamjet e saj u shfaqën në rrjetet sociale në shkurt të këtij viti. Për këtë rast u protestua në Gjilan.